Në një kohë kur shoqëria po ndryshon me ritme të shpejta, roli gruas në familje mbetet ende një temë që ringjall diskutim. Qytetarët të Florës ndajnë mendime të ndryshme mbi rolin dhe përgjegjësitë që mban gruaja brenda familjës. Për disa, gruaja është shtylla kryesore që mban shtëpinë dhe kujdeset për fëmijët, duke qenë një herësh dhe mbështetje për bashkëshortin. Të tjerë theksojnë se koha e ndarjeve tradicionaleve të roleve ka kaluar dhe sot përgjegjësitë në familje duhet të ndahen në mënyrë të barabartë. Forcuar roli gruas në familje. Ku dim gjene, ne jetojmë andej, ne të forcuar e kemi se jemi jashtë, jemi vetëm, jetojmë vetëm. Kështu që njëri tjetrin kemi këtu në Shqipëri, dim një në 2 vjet, një në 3 vjet, s'dim gjë. Shqipëria ka ndryshuar shumë. Të dy bashkë. Dhe Shqipëria ka ndryshuar, bravo qoftë, është bërë një perl. Por them një perl, unë vi nga Amerika, po jam vlonjate, po Vlora është bërë, nuk di çfarë të them. Këtu në Shqipëri si e shikoni rolin e gruas? Është forcuar në krahasim me si ka qenë më përpara? Kështu na duket sikur tani Kur vim që vemi tek njerëzit tanë, po zbulosi gruaja s'bet gjë. ja, Më mirë, pa tjetër më mirë. Nuk diskutohet ajo që tjetë barazia është shumë më e mirë. Që ka po zbulosi gruaja, në këtë kuptim që më përpara kush të pyesë, kush i pyesë gratë. Burrat shqiptarë gjithnjë kanë qenë. Nuk di gjë fare me gruan, jam si ai. Si? Nuk mund të flas. Okej. Pi gruas në familje është forcuar vitet e fundit? Nuk e di, unë me gruan time shkojmë një lloj, si para 30 vjeç dhe tani. Po në familjet e reja, si mendoni? Familjet e reja, opinioni im është që janë dobësuar. Po, dëgjoj që ka shumë divorce, është normale ta pyes gruan. Jo, është normale ta pyes gruan. Çdo vendim merret së bashku. Po tani ndihmësh për familjen ndihmësh të ndryshojmë me ta. Për mirë flasim, gjithmonë për mirë. Mirë është, nuk është keq. Që ti jetë me të roli mirë. Përgjithësi kanë dy. Edhe më para kam patë përgjithësi 2, po dhe tani njësoj është. Nuk se ka ndonjë ndryshim fare. Gjithmonë ato i japin drejtimin aty, shtëpisë, familje. Po shiko, përgjegjësia është, them unë, përbashkët është, edhe burri ka përgjegjësinë për ekonominë, për të grumbulluar, po që brenda për brenda është gruaja që drejton gjithë aktivitetin në familje. Po, është forcuar roli i gruas në familje? Roli i gruas jo vetëm që është forcuar, por është e kaluar në të gjitha kuptimet, në shtëpi, në punë, në shoqëri. Autoritetin e vendos vetë burri dhe gruaja brenda midis njëri tjetrit. Këto lidhjet i krijojnë vetë ata. Që jetojmë në një botë të çmendur dhe duhet ta pranojmë, po jetojmë në një botë të çmendur, atëherë jemi të lumtur. Shumë prej qytetarëve pranojnë se roli i gruas ka ndryshuar ndjeshëm, pasi ajo tashmë është më aktive dhe në tregun e punës, duke u përballur çdo ditë me sfida të shumta mes karrierës dhe jetës familjare. Megjithatë, pavarësisht progresit, ende ka raste kur gratë përballen me paragjykime, ngarkesë të tepërt dhe mungesë vlerësimi për punën që bëjnë brenda dhe jashtë shtëpisë.